Ho çfarë ndodh kur gruaja të fillon me çajt në heshtje, sepse ndjen se askush nuk e kupton. Atëherë çka duhet bërë? Bashkëshorti duhet të ndalet, të dëgjoj edhe të kujtoj se zemra e saj është emanet. Zemra bashkëshortes së tij është emanet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Kini frikë Allahun me gratuja, sepse ato janë emanet. Emanet që keni marrë mbi supet tuaja. Dhe që dikush ty ta ka dhënë emanet, dikush e ka rritur në barkun e saj. E ka rritur me plot gajle, sëmundje, vuajtje. Dhe ta jep emanetin. Dhe ti të veprojsh, të luash me ndjenjet, emocionet, emanetin e dikujt ti si çdon. Jo, këtë Allahu nuk ta lejon, nuk ta toleron.